datës 1 prill të 2025. Një muaj të mbar, të begat në çdo aspekt. Edhe pse është si ditë që i ka ngelur ditë e gënjeshtave, por është ditë e vërtetë, është ditës së vërtetës dhe e gjërave të mëdha që do ndodhin. Tani fillojnë ndikimet, tani fillojnë çështjet e punës, të karrierës dhe të ndryshimeve. Kemi një ndikim shumë të madh për sa i përket pikërisht kësaj fillim javës. Fillim javë që quhet akoma, ditë e martë nuk është se ka diçka domethënë që mund të themi në lidhje me një arsye. Por kemi të bëjmë disa ndikime planetare, sepse dielli në Dash, kemi Hanën në Dem, kemi Mërkurin në Peshk, kemi Afroditën në Peshk, kemi Marsin në Gafore, kemi këtu do të pasur kujdes, kemi Saturnin në Peshk, pra po të shikoni tek Peshqit ka shumë ndikime dhe mundësi, por gjithashtu me Plutonin në Ujor, Neptunin në Dash dhe Saturni gjithashtu tek Peshqit, që do të thotë disa çështje të rëndësishme marrin fund për 1000 arsye dhe duke pasur parasysh edhe ndikimet e tjera. Megjithatë, pikërisht duke parë që dhe çështjet që kanë bënë për sa i përket datës 1 është kemi disa fenomene intensive astrologjike me Neptunin që futet në Dash për një periudhë 14 vjeçare, duke ndikuar në vizionet dhe aspiratat kolektive. Mërkuri kthehet në mënyrë retrograd tek Peshqit, duke sjellë paqësi dhe komunikime. Aspektet e favorshme të Saturnit me Uranin ofrojnë baza të forta, ndërsa Marsi rrit vendosmërinë dhe veprimin, meqense sa ndikon tek juve, ndikon jashtë